Shikom, të investohesh për transparencë në demokraci nuk është asnjëherë e tepruar. Kështu që në këtë këndvështrim mendoj që pavarësisht se kush e inicoi, pavarësisht se çfarë qëndrimi mbajti vetë Partia Demokratike ndaj kësaj çështje, mendoj që është një arritje për të shërbyer transparencës jo thjesht për çështje kurioziteti, dhe as për të çuar në vend 50 vota që mund t'i kenë kaluar një kandidati në mënyrë të qëllimshme dhe janë marrë një kandidati tjetër, por mendoj që është mënyra më e mirë për të bërë drejtësi. Më dhe një votë e vetme si kur tjetë, ajo duhet bërë transparente deri në fund. Pra, jo thjesht për shkak të transparencës, sepse për të qenë sinqert, betejën e nisën kandidatët. E nisën atë të PS-s. Po. Rama u mbylli gojën, i tha qepeni se na njollos në fitoren, e nisën të PD-s, partia nuk i përkrahu,